Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima që ka çuditur edhe mjekët, ja arsyeja pse duhet të keni aloe vera në shtëpi. E njohur si bima e përjetësisë, aloe vera ka një sër vetish shëruese të mrekullueshme, disa prej të cilave ne mund të jemi të vetëdijshëm. Ndoshta keni dhe aloe vera të mbjellë në shtëpinë tuaj për emergjenca si gërvishtjet, prerjet dhe plagët, por a e dini që aloe vera nuk është e kufizuar për përdorime të tilla tipike dhe është në fakt edhe më e dobishme për trupin kur merret nga goja. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv që përfshin polisakaride, vitamina, enzima, aminoacide dhe minerale të cilat nxisin përthithjen e ushqyesve. Sipas revistës së shkencës mjedisore dhe shëndetit, aloe vera zotëron cilësi antibakteriale të cilat e ndihmojnë sistemin imunitar në pastrimin e trupit nga toksina dhe patogjenët invadues. Por kjo nuk është gjithçka që aloe vera mund të ofrojë. Aloe vera ka shumë minerale, duke përfshirë kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Të gjitha këto minerale bashkëpunojnë për të forcuar rrugët metabolike. Enzima. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme si amilaza dhe lipaza, që ndihmojnë tretjen duke shpërbërë dhjamin dhe molekulat e sheqerit. Një molekul në veçanti ndihmon në reduktimin e inflamacionit. Vitamina. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitamin B12, e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ky është një lajm shumë i mirë për vegetarianët të cilët shpesh nuk marrin sasinë e duhur të vitaminës B12 përmes dietës së tyre të rregullt. Por, mbani parasysh se nuk duhet të mbështeteni vetëm tek aloe vera për nevojat e përditshme të B12. Të tjerë studime kanë treguar se të marrësh aloe mund të ndihmosh në disponueshmërinë biologjike të vitaminës B12, që do të thotë se trupi mund të përthith dhe të përdorë më kollaj. Kjo mund të parandalojë mangësinë e kësaj vitamine. Aloe vera gjithashtu është një burim i vitaminave A, C dhe E, acidit folik, kolinës, B1, B2, B3 dhe B6, aminoacide. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkohen nga trupi i njeriut. Ajo përmban gjithashtu acid salicilik që lufton inflamacionet dhe gjithashtu bakteret. Aloe vera në djegjet e diellit është vetëm një mënyrë për të përfituar nga kjo bimë e fuqishme. Në fakt, ajo prek vetëm sipërfaqen. Lloji i bimës së aloe verës mbetet një përdorim fantastik në mënyrën e saj medicinale që nga fillimi i shekujve më parë, sidomos për vendasit për gadishullin arabik, është një nga bimët më të njohura në botë. Si të brendshme ashtu edhe aktuale, aloe vera ka veti qetësuese dhe tepër shëruese që e bëjnë atë një nga mjetet më të mira natyrore për të gjitha format e acarimit. Lufton urthin. Sipas ekspertëve, aloe vera mundet që të trajtojë simptomat e urthit. Edhe pse jo të gjitha llojet e bimës janë të sigurta për të konsumuar, ka lëngje aloe vera të disponueshme me të që mund të ndihmojnë në zbutjen e acarimit dhe zvogëlimit të inflamacionit që shkakton urth. Ruan ushqimin. Ju bëni çmos për të bler perime organike, por fakti i çështjes është se ato kanë më shumë të ngjarë që të shkojnë keq më shpejt se sa alternativat e rritura kimikisht. Lajmi i mirë është që ju mund të aplikoni një shtresë të hollë të aloe verës në ushqimet tuaja për t'i mbajtur ato më të freskëta. Pastron në dhëmbët. Ndoshta keni dëgjuar tashmë që vaji i arrës së kokosit funksionon mirë për të pastruar dhëmbët, por në fakt e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe verën.
Karakteristikat natyrore të kësaj bime përfshirë vitaminën C mund të fuqizojnë përmes pllakës dhe të mbrojnë kundër baktereve të cilat shkaktojnë sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Shëron infeksionet. Me veti të fuqishme antibakteriale, aloe vera bën një vaj të shkëlqyeshëm për prerjet e infektuara për shkak të aftësisë së saj qetësuese. Ajo gjithashtu punon për të shëruar në mënyrë aktive plagën dhe për të zvogëluar plagët. Hidraton lëkurën. Industria e kujdesit për bukurinë prodhon gjithashtu hidratues të cilët janë të mbushur me kimikat të destinuara për të tharë lëkurën dhe gjithashtu për të inkurajuar blerjen e përsëritur. Aloe vera është alternativa më e sigurt dhe më efektive kur bëhet fjalë për balancimin e niveleve natyrore të lagështisë të lëkurës. Si bimë që lulëzon në klimë të thatë dhe gjithashtu gjatë gjithë kohës, ajo e mban ujin dhe e tërheq lagështinë në vend se të veprojë si një mburoj kundër thatësisë si produktet e prodhuara. Jo vetëm që do të hidratoj lëkurën, por gjithashtu funksionon edhe për të eliminuar aknet. Lehtëson kapsullokun. Një xheli bërë nga ekstrakti i aloe verës u gjeti dobishëm në një studim për të lehtësuar kapsullokun. Përdorimi i lëngut të aloe verës mund të ndihmojë zorrën tuaj të trashë që të mbajë ujin dhe gjithashtu të stimulojë lëvizjen në zorrën e poshtme. Madje është treguar më efektive se sa ilaçet konvencionale laksative. Rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Një studim gjithashtu tregoi se vetëm 2 lugë gjelle lënë nga aloe vera në ditë munden që të ulin ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak të diabetikëve. Me një aromë të ëmbël natyralisht, lëngu i aloe verës mundet që të plotësojë dëshirat e sheqerit pa hedhur nivelet e sheqerit në gjak. Lubrifikant personal. Ndoshta një lubrifikant i tepërt, por me bazë aloe verën nuk është vetëm i sigurt, por pH-i i ekuilibruar i cili do të largojë infeksionet ose bakteret është ai që ka më shumë rëndësi. Trajton në zbokthin. Në qoftë se vuani nga zbokthi, një maskë e përgatitur vetë me aloe vera do ta rregullojë këtë problem. Priti një kërcell të gjatë aloe vera dhe me një lugë merrni xhelin brenda. Vendoseni xhelin në një tas, shtoni 2 lugë balsam, 1 lugë vaj ulliri dhe 1 lugë vaj kokosi. Gjithashtu përzijeni ato në disa forma derisa të bëhet një pastë dhe përhapeni në lëkurën e kokës. Lëreni për pak kohë dhe më pas lani flokët. Zbokthi mund të përmirësohet ose të zhduket plotësisht. Efektive kundër puçrave. Aloe vera përmban shumë minerale dhe ajo ka një efekt antibakterial. Si rezultat, xheli i bimës ndihmon gjithashtu për të hequr qafë e puçrat. Ju lehtë mund ta bëni vetë larjen e fytyrës. Vendosni 2 lugë xhel aloe vera në një tas dhe aty shtoni 2 lugë qumësht bajame dhe 2 lugë lëng limoni. Masën aplikojeni në fytyrë dhe pas pak minutash shpëlajeni atë me ujë të vakët. Kuron plagët. Aloe vera mundet që të shërojë plagët më shpejt. Sipas ulëmtimit, lëngu i bimës aloe vera bën që plagët e vogla të shërohen shumë më shpejt. Ju mund të vendosni xhelin e bimës aloe vera në një blender për të krijuar një lëng më të hollë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!